tendenca është me mendu që bota po sillet rreth Kosovës, po qytetarët duhet me kuptu që Kosova kur nuk ka qenë një disë të brisht Na nuk jemi sigurisë. të ju sill as rreth problemeve reale të qytetarëve të Kosovës, jena të ju sill veç rreth Albin Kurtit dhe një grupi të vogël të njerëzve që në fakt që ato që ja u thash juve si opozit, që jeni, si me thonë, çdo herë bini në frymën edhe agjendat e çka dojnë ata me ngritë dhe me bën debat kësaj shoqënie, e tani këtë qytetarët me pas vëmendje. Që atje ndodh një tragjedi, që atje çdo ditë kanë probleme halle qytetarët me çat kostën e jetesës, me problemet në shëndetësi me ata. Ndërsa pjesë e debatit ose shqetësime që i imponohen qytetarëve çka me bojën, veç këto tema që janë krejtësisht periferike. Këto as nuk e rregullojnë jetën e qytetarit, as miqëqenjen, as shtetit, as nuk përfunojnë më mirë se si me thonë me thonë, ne shumë në një betejë, ku krejt debatin edhe energjinë tonë e diskutojnë rreth një teme se kanë për zgjedhën president për shkak se ka më na përfaqësuar jashtëzakonisht mirë, që kjo është kanë shumë e vlefshme. Po kiç ky debat tash rreth zgjedhjes deputetit është kush kujna po dën milion fajne se shkohet zgjedhje, edhe kush pe bën një president partijak ose politik të cilin mundet me kontrollu për interesat tyre. Ti jemi real. Nëse merr me këqyr spaku dy palë zgjedhjet e fundit. Partia Demokratike e Kosovës është vetmja parti që pa dyshim e ka programin më të avancuar, mirë informuar, të kostum. Se çka ka mohuar. E kemi promovu në vazhdimsi, kemi qenë konsistent. Konsistenca me kohën e merr besimin e qytetarëve. Nuk ndodh shpejt, për shkak se konsistenca dhe temat profesionale nuk janë skandaloze mjaft që njerëzve më interesu shumë kur të shohin rrjetet sociale. Unë e kam provuar edhe në lëkurë timen, për shembull e ngres një çështje shumë të rëndësishme në sigurisë kombëtare. Ma shumë vëmendje merr një temë që është më skandaloze se sa diçka që ka të bëjë me sigurinë kombëtare. Për shkak se tendenca është që mu tërheq vëmendja njerëzore ka temat që janë më skandaloze. Që ky është realiteti në cilin operojmë. Fatkeqësisht, mirë po na jemi tu vazhdu me qenë konsistent.